Autoritetet izraelite kanë paralajmëruar ministrat e qeverisë dhe bashkëpunëtorët e tyre të çaktivizojnë shërbimet e vendodhjes në telefonat celular për shkak të rritjes së kërcënimeve kibernetike nga Irani. Sipas një zyrtari izraelit nga një burim i njohur me çështjen, ministrave u dërgua një mesazh paralajmërues ku u kërkohej të siguroheshin që asnjë aplikacion apo shërbim të mos përdorte GPS-in për të identifikuar vendodhjen e tyre. Paralajmërimi përfshinte aplikacione si Fotot, Facebook dhe Google Maps. Në mesazh thuhet se organizatat e inteligjencës iraniane po bashkëpunojnë për të lokalizuar drejtues të lartë izraelit, duke përdorur mjete kibernetike dhe teknologjike për të gjurmuar lëvizjet e tyre. Në vitin e fundit, Izraeli ka arrestuar disa qytetarë të vet të akuzuar për spionazh në favor të Iranit. Muajin e kaluar një shtetas izraelit u arrestua pasi dyshohet se kishte mbledhur informacione për ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant, sipas agjencisë së sigurisë të brendshme Shin Bet. Në shkurt, Shin Bet dhe Drejtoria Kombëtare e Sigurisë Kibernetike deklaruan se kishin penguar qindra përpjekje të inteligjencës iraniane për të hakuar telefonat e zyrtarëve izraelit. Sipas tyre që nga fillimi i përshkallëzimit të konfliktit mes Iranit dhe Izraelit, është vërejtur një rritje e ndjeshme e përpjekjeve për të depërtuar në llogari private Google, aplikacione komunikimi dhe sisteme të tjera digjitale. Paralelisht dhe Ministria Izraelite e Shëndetësisë njoftoi se ka udhëzuar të gjitha institucionet shëndetësore të rrisin nivelin e gatishmërisë për sulme kibernetike. Organizatat shëndetësore janë urdhëruar të kalojnë në nivelin e dytë më të lartë të mbrojtjes kibernetike. Masat vinë në një moment kur përplasja mes Iranit dhe Izraelit po zhvillohet jo vetëm në fushën ushtarake, por edhe në frontin kibernetik dhe të inteligjencës.